Indiferentizëm kriminal e ka cilësuar kreu i FRD-s Bamir Topi mungesën e dialogut mes qeverisë dhe ish të përndjekurve politik. Nga Elbasani, Topi ka komentuar grevën e URIs duke i cilësuar të drejta kërkesat e ish të përndjekurve për dëmshpërblim të plot financiar. Plaga më e madhe e tranzicionit është mashtrimi që vjen nëpërmjet përfaqësuesve të partive politike, dhe kur ky mashtrim vjen dhe përkthehet në kulmin e indiferentizmit, që në ditët që ne po jetojmë dhe po i përjetojmë, vjen në kulminacionin e një indiferentizmi gati kriminal. Askush sot, askënd nuk e akuzon pse ti nuk ke mundësi ta bësh diçka. Por ne i akuzojmë pikërisht për mungesën e predispozicionit që një politikan, një qeveritar, një shtetar ka për të qenë kontakt me qytetarët. Kreu i FRD-s ka premtuar se forca që ai drejton ka një projekt politik ndryshe nga partitë e vjetra të tranzicionit.